Studimi i jetës dhe i veprës së profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, na tregon se si ai vetë nuk ka qenë asnjëherë nismëtar i lëvizjeve luftarake. Përkundrazi, sa herë që kundërshtarët e tij kërkonin zgjidhje të përgjithshme, ai ka bërë të pamundurën që luftën e përgjithshme ta zëvendësonte me bisedime paqësore. Ai e pranonte luftën vetëm atëherë kur nuk i kishte mbetur asnjë mundësi për zgjidhjen paqësore të konfliktit. Në përputhje me synetin e profetit, në kulturën islame nuk përfshihet asnjë dhënë mbi luftën, as në trajten e asaj mësymse, as mbrojtëse. Përveç kësaj, mbrojtja në islam lejohet vetëm atëherë kur dikush të sulmon për të vrarë. E tërë jeta e profetit është një tërësi shembujsh të shkëlqyer, të cilat ilustrojnë qëndrimet e tij parimore. Për këtë, le të referohemi shembujve të mëposhtëm. 1. Pas së shpalljes si profet, atij duhej të zgjidhte ndërmjet dy qëndrimeve parimore të shpjeguara më sipër. Ashtu si kundër e dim shumë mirë të gjithë, një ndër misionet më kryesore të profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, ishte të jepte fund një herë mirë politeizmit, shirkut, e në vend të tij të shpallte dhe të vendoste monoteizmin. Në të vërtetë, në kohën e misionit profetik të Muhamedit, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, qabja si qendër e monoteizmit të themeluar nga profeti Ibrahim, paqja qoftë mbi të, ekzistonte, por brenda mureve të këtij tempulli të vërtet të Allahut të madhëruar, kishte kohë që ishin ngritur dhe adhuroheshin plot 360 idhuj politeist. Duke gjykuar mbi këtë situatë, sa absurde, aq edhe të mbrapsht, kuptohet se ajetet e para kuranore kishin të bënin me heqjen e këtyre idhujve, që e mbanin të rrethuar shtëpinë e vërtetë të Allahut të madhëruar, qaben e shenjtë të themeluar nga vetë profeti Ibrahim, paqja qoftë mbi të. Mëtej, ata kërkonin transformimin e këtij vendi në një teuhid, besimi vetëm në Zotin që është një e i vetëm të Allahut, në të cilin do të punohej për përmbushjen e misionit të tij. Por, nga ana tjetër përmbushja e këtij misioni, nga profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, do të haste në rezistencën e adhuruesve të idhujve, që ishin nga fisi mbizotërues si kurejshëve dhe të prijesve të tjerë arab. Atëherë, lufta do të ishte e pashmangshme. Por, profeti i ndërroi planet e veta, duke spastruar që në fillim të veprimtarisë së tij, idhujt politeist në qabe dhe nisi të predikonte parimet monoteiste të ekzistencës së një Allahu të vetëm.